përmirësimi i raporteve me Kur'anin. Nuk paramendohet të ecësh përpara në devotshmëri pa i përmirësuar raportin me Kur'an. Nga se kush e shton devotshmërinë, kush e përmirëson cilëtetin e adhurimeve tuaja, kush i jep shije adhurimeve përveç se fjalës Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe në këtë aspekt mund të përmendim edhe kjo me pika, se s'po bëhet pa pika. Apo si përmirësohet raporti dikujt me Kur'anin? Na duhet me kon praktik komplet. Jo të themi duhet me përmirësu raportet me Kur'anin, edhe të lëmë çdo musliman tash bën përpjekje të bredh, dikush të mundon sa jo. Duhet me përmirësu raportet me Kur'an, domosdoshmërisht. E si ta bëjmë? Si ta përmirësojmë raportet me Kur'an, që përmirësimi i raporteve tona me Kur'an na garanton një aktivizim të mirëfillt, suksesshëm, efikas të fushës së devotshmërisë, e cila duhet të jetë në shërbim të edukimit tonë. Shiko këtë zinxhir. Ibn Qayyim rahimahullah thotë se përmirësimi i raportit me Kur'anin bëhet përmes 5 kanaleve. Apo a është Kur'ani litari i zgjatur i Allahut? Po, hablullahi al-matin. Kështu e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe Allahu ka thënë atasimu bihablillahi jamian. Ka puni për litarin e Allahut. Litari i Allahut është fjala e Allahut. Litari ka fije. Apo para atë sa janë fijet e ngjeshura, para që është i fortë. Para atë sa janë fijet e shkapërderdha, bëhet i dopt. E kuptove? Andaj fijet që e përbëjnë litarin e zgjatën nga Allahu xhallahu ala, i cili një pjesë e tij është në dorë të Allahut, e një pjesë e tij është e zgjatur që ne të kapim për të, i ka 5 fije. Para na, subhanallah, një litar që një pjesë e tij është në dorë të Zotit, ai ka kapur për dorë. Dhe pjesa tjetër është në dorë tona që ne kapim për të. Mu ka për të njëjtin litar që e ka pa Allahu xhallahu ala. Ai që ka për këtë litar, a ka mundësi me lëshu Zotit? S'ka mundësi. A ka mundësi me rëshqit? A ka mundësi me ra? S'ka mundësi. Nga se është ka për litarin më të fortë. Por dikush s'është ka për këtë litarin, është ka për një fije. Ajo fije nuk dihet. Ka mundësi me të rëshqit dora se nuk e kapë si kurse duhet. Prandaj përmirësimi i Kur'anit nuk kupton të kaprit për 5 fijet e Kur'anit që përbëjnë vetën e saj litarin. Çfarë këto 5 fije? Fija e parë është leximi i Kur'anit. Që fatkeqësisht muslimanët e kanë braktisë. Duhet të kemi lexim të përditshëm të fjalës së Allahu xhallahu ala. Edhe nëse kuptojmë për ibadet. Për ibadet, për të zbutur zemrat me fjalën e Allahu xhallahu ala. Një sasi të caktuar që e përcaktojmë dhe gjithmonë i përmbahemi. Kjo është fija e parë. Fija e dytë është ta kuptojmë atë që lexojmë. Përse na nuk flasim gjuhën arabe, atëherë duhet t'ia kushtojmë një kohë gjithashtu të lexuarit e kuptimit të asaj që kemi lexuar në gjuhën arabe. Dhe kjo është fija e dytë e përmirësimit të raportit me Kur'an. Dhe sa më tepër apo shkojmë ka fijet, ka fundi, aq ato janë më të rëndësishme. Fija e tretë e litarit të Kur'anit është meditimi asaj që lexojmë. Nga se dallon leximi nga kuptimi dhe dallon kuptimi nga meditimi. Për shembull, unë e kuptoj çka është elhamdulillahi rabbil alamin. A kupton çka është elhamdulillahi rabbil alamin? Po ti e kupton. Mi po a ke medituar elhamdulillahi rabbil alamin? Meditimi është këtë çështë. E katërta është të punuarit me të, ku përfshihet edhe gjykimi me të. Sa ka për muslimanët të cilët lexojnë Kur'an apo madje edhe kuptojnë bajge që ka thot, mirë po, kur vije fjala për shembull me dy, ajo është, s'po flasim me dikën tjetër, me bashortën e tij si ka punë rregull. Kurani i thot gruaja ka drejt. Sa çfarë gruaja në burr këto? Po Kurani po thotë s'ki drejt, çysh po thosh unë kam drejt. Kush e gjykat këto? Ose thot, kjo që e ke marrë s'është e jotja, këti ta kanë. Fjone, me nëzë fitova tash mjallon këtia, po kërë gjykas të Allah. Përndaj, të punuar e kjo është të fazë më rëndësishme kejtë saj, nëse kejtë janë zdat, kejtë janë, për du më thonë,
mjetët që qëtë i kërëzat, me punu me të, me punu me Kur'an, me punu me halal në ti, me lërgun nga harami i ti, me gjiku me te, në gjdo rast, edhe kur nuk na konvenon, edhe kur nuk na përshtatet, edhe kur mund të dëmtohemi, gjithmonë të gjykojmë me fjalën e Allahut xhallahu. Andaj gjykimi dhe puna me të është fije e fuqishme e të kaprit. Duhet ta përmirësojmë raportin këtë rast me Kur'anin, qase janë raporte të acaruara fatkeqësisht mes neve dhe Kur'anit këtë rrafshop. Dhe pika e fundit është të shëruarit me Kur'an. Po të shëruarit me Kur'an. Edhe smundjet, se dikush kujton duhet me kënu Kur'an dikush kur e hallakatin shejatin. Apo quhoj knaja një fatje, vëllai. Jo. Duhet a ke provu nëre kur të ka rrugë gripi me kënu fatjen? Për grip na kena të dashka, na fatjen. Jo vëllai, edhe për grip është fatja apo. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa. Allah ka nazbezëm Kur'anin i cili është jo ilaç, shërim. Se ilaçi ka mundësi me shëruar. Kjo është shërim. Kjo nuk është ilaç. Shifa. Arabisht ilaç dhe dawa. Dawa është ilaç. Shnosh nuk shnosh, ama shifa është procesi i fundit që e jep ilaçi, që është shërimi. E pse s'po na shnosh neve? Çe pse s'po na shnosh Ibn Qayyim rahimullah? Aja përgjigje. Pse Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ai njëri ka kafshu akrepi, për me të kafshu gjordni, apo ja ka qitë dorën, ja ka nu Fatihan, apo dhe është shëru, po thuaj se ka prek asgjë. E Fatiha hojë që ka kënu e Abu Sa'id al-Khudri ka pas 17 ajete. E klejone i ka 7, 10 ajete në mungu. A qështu? Jo, vëllaj, që e Fatiha është. Që ato që ka kënu aj, që aja është edhe kësat? E pse s'po na rrok neve me na shnosh gripën, jo me të kafshu gjordni, sholla qëllim nga të spitali, diku se për Fatihën tonë të mytë gjordni apo. Apo? Pse? Që ka dhe Ibn Qayyim rahimullah? Harku është i njëjtë, edhe shtiza është e njëjtë. Njëjtë është, edhe harku edhe shtiza. E ku e dallimi? Ai që pa e ngre shtizën apo. Dallan me harku me shtizën i fëmijë 2 vjeçar, gra të reka gjuaj, sa të reka. Të rek pak që aty bjen të komt, se s'tun të rjekaj, edhe mjallonini muskulor, apo që e të rjek fuqimisht dhe kur të lëshan, shkëmbaj e larga. E këtu duhet me pas muskujnë kuptim durve, po zemra duhet me konë muskuloze, zemra fuqishme, kur të rjek Fatihan, edhe ja përplas iblisit për ftyre pe i arshe që të tokë. Kam përvu njerët, nëse dim, këta po njerët kam përvu, e ka rëzu për toke. Ebu Hureri e ka lidh iblisin. E kanë zonë rap. I ka në shumë të mësej diqka. Ata e kanë zonë, që shtot, e kanë kap. Andaj, shërim me Kur'an. Me në shëru e smunjet fizike. E kryesore e shërimet është në shënë smunjet e zemrës, smunjet e zemrës. Apo me Kur'an të shërojmë vetë pëlqimin, e me Kur'an të shërojmë mendimalsin, e me Kur'an të shërojmë shumë gjëra lakmin, e kështu më radhë që janë smundjet zemrës, e që kështu të kapin për Kur'an. E kuptoj, këtu janë 5 fijet që e përbëjnë litarin e Kur'an, që kjo është hablullah, që kjo është litari Allah xhallahu ala, kush kapër, dikush është kapë veç për lezimin e Kur'an. Aja është tu lehat, veç së rafë, se është fije shumë e hodhë. Sa shkan fija, a shkan tu trash. Apo derisa të vjen tek ajo puna dhe gjykimi që se këm ma herët.